Kardinalët në 133 prej tyre janë vendosur në 2 shtëpi pritje në Vatikan që nga e martë dhe janë izoluar plotësisht nga bota jashtme deri në zgjedhjen e pasardhësit të Papa Franceskut, i cili ndroi jetë muajin e kaluar. Konklava përfshin 133 kardinalë me të drejtë vote nën moshën 80 vjeç. Dhe padyshim konklava është një nga zgjedhjet më të rëndësishme jo vetëm për botën katolike, por për gjithë botën. Zgjedhet Papa i ri, pasardhësi i Papa Franceskut, pasardhësi i Shën Pjetrit, dhe padyshim ka shumë misticizëm në gjithë të proces. Për shumë kënd që ka parë filmin Konklava të dalë vitin e kaluar, e kam pak a shumë iden se çfarë ndodh atje, por për të folur më shumë për konklavën dhe gjithçka çfarë ndodh këto ditë në Vatikan, kam kënaqësi të kem Dom Kreshnik Ivanin, përgjegjës i zyrës juridike në Arkidiocezën Tiranë-Durrës. Dom Kreshnik, kënaqësi të kem në studio. Faleminderit që u bashkove. Faleminderit që më ftuat. Dom Kreshnik, konklava sot, çfarë presim? Çfarë presim nga kjo konklavë? Po, ne jemi shumë vërtet emocionuar, sepse ka një misticizëm që një ajër mistik që mbështjell këtë moment. Është i rëndësishëm sepse pas 9 ditëve që kemi qenë në ditësie për Papa Francesku, i cili ati sheh kaloi një jetë më të mirë, ne tani presim me shumë dashamirësi, me shumë gëzim zgjedhjen e Papës së ri që do të na udhëheq për aq kohë sa Zoti do dojë. Edhe ne presim që sot që është edhe shpallur është votimi i parë, dhe në votimin e parë nuk e dim nëse do kemi apo jo papën, por në orën 19 pritet tymi edhe ka për të pasur vetëm një votim sot. Okej, ndërkohë shohim këto pamje, mendimin e regjisë shumë me pamjet, pra këto janë pamjet të shpërndarë nga Vatikani brenda Kapelës Sistina, ku shohim që gjithçka është gati, veshjet, nëse mund t'i komentojmë pak tani çfarë janë të gjithë këto. Po. Kjo është dhoma lotëve. Edhe sapo pamë talaret, imi është zezë, e papës është e bardhë, e kardinalëve është e kuqe, e purpurt. Këto janë 3 veshje me 3 masa të ndryshme. Këto janë për papën? Po, këto janë për papën, edhe duke mos ditur se kush dihet papa, janë për 3 masa. Po, ky divan çfarë do të thënë ka? Ai është momenti që do ulet, do reflektojë, sepse kjo quhet dhoma e lotëve, ku mund të jenë lot gëzimit, sigurisht edhe lot që i drejtohet Zotit për thënë Zot, po pse mua, për shembull, edhe këtë pyetje në gjithë ata, si tha Papa Francesku, kanë ardhur nga fundi i botës për të më zgjedhur mua. Po, faleminderit padyshim, po. Këto janë 3 veshjet pra në masa të ndryshme. Edhe kemi edhe pelerinën e hollë që të kuqe që Papa Francesku hoqi dorën atë ditë, por mos nuk e vendosi kur doli në balkon, por është gjithmonë një procedurë, nëse do është stola e kuqe që papnore e pjetrit. Kurse këtu pastaj këtu e dua pak full. Këtu është brenda sa aty ku do vendoset. Po, këtu jemi në atë pjesën e bukur të Kapelës Sistina, që është një kryevepër e shumë piktorëve të njohur të rilindjes italiane, të Michelangelo e të tjerëve. Gjykimi universal, në këtë kupol të gjykimit universal, gjithë kardinalet në syt edhe sipër dhe në sepse është vërtet një kapelë mistike, do të zgjedhin, do kenë drejtën për të vendosur emrin e preferuarit tyre. Edhe kjo kapelë pra do të mbajë sot 133 kardinalet. To numrat çfarë janë? Në bazë të kardinalëve që kalojnë, heqet për të thënë se ja votuan gjithë apo jo. Okej. Pra dhe në fund fare, kjo është dhe peu i kuq ku kalojnë se cila prej votave mbasi hidhet, do kemi edhe atë, si quhet e vazu ku hidhen? Po, vazu e votimit. Pa nuk ka një emër specifik. Mund ta ketë, po tani nuk ka shumë detaje. Kjo është pamja e vendit ku mblidhen sot kardinalët për zgjedhur, pra edhe kjo është e vazu ku do hidhen fletët e votimit, votimi është i fshehtë dhe nga aty do dali emri Papës së ri. Dom Kreshnik, ju thatë pak më parë që sot është votimi i parë, por mendimin e regjisë këtu në Euronews Albania ne kemi përgatitur të dhënat e 5 konklaveve të fundit. Pra si është votuar në 5 konklavet e fundit, mendimin e regjisë ose mund ta kemi edhe full në ekran, pra që nga konklava 1963 ku zgjedh Papa Pali i 6, pra kemi në datë 19 qershor, në orën 19 tymë të zi. Në datë 20 qershor, ora 11 tymë i zi. Në 21 qershor, në ora 11:22 tymë i bardhë. Kemi në konklavën e gushtit të 1978, ku zgjedh Papa Gjon Pali i parë, në 25 gusht 19 ora tymizi, në 26 gusht ora 11 tymizi dhe në 26 gusht ora 18:24 tymi i bardhë. Më pas kemi konklavën e tetorit të po atij viti, ku zgjedh Papa Gjon Pali i dytë, në 14 tetor ora 19:30 tymizi, në 15 tetor ora 11 tymizi, në datë 16 tetor ora 18:18 tymi i bardhë, ku zgjedh Papa Gjon Pali i dytë. Më pas kemi konklavën e 2005 me Papa Benediktin e 16 në 18 prill 20:04 tymi i zi,
19 prill 11:50 tymi zi, 19 prill 17:56 tymi bar dhe konklava e fundit e 2013 ku zgjoh Papa Francesku në 12 mars 1941 tymi zi, 13 mars 1940 tymi zi dhe 13 mars 1906 tym i bardh. Pra nga kjo që shohim Dom Kreshnik nuk beson se mund të kaloj 3 ditë konklav, gjithmonë duke marrë spunto e duke parë edhe 5 konklavat e fundit. Unë shpresoj që mund të jetë edhe më shpejt se 3 ditë, sepse kardinalet kanë pasur një kohë relativisht gjatë për të bërë asamblet e tyre, janë njohur, i ka shkëmbyer njëri me tjetrën edhe mund të kenë krijuar një vizion. Edhe disa kardinal janë shprehur që kanë thënë mund të jetë shumë e shpejtë zgjedhja e papës, por jemi këtu dhe nuk e dim, mund të zgjasë më shumë, por pse shpresa jonë është që të jetë sa më shkurtër. Por ne e dim që atje në brenda Kapelës Sistine do ketë si themi shoshitjen e emrave për dalë pastaj se cila është figura më përfaqësuese e kishës në këtë moment. Edhe fakti edhe mistika e këtij momenti është se ne nuk dimë asgjë. Ata askush nuk e din, as vetë kardinalet nuk e din se kush do jetë i jashtmi sepse dinamikat e mbrëmshme nuk e din. Kolegji pak të shym çfarë vendosi sa piketa Dom Kreshnik, pra kolegji mbledh dhe vendosi sa piketa se ku do të shkojë kisha apo jo. Dhe pak a shumë krijohet edhe një identitet e një pape të mundshëm apo jo. Po patjetër, por kanë diskutuar këto ditë në çfarë piket jemi, cilat janë krizat e aktuale, cilat janë të mirët aktuale që ka kisha dhe ku duhet shkojmë. Sigurisht që ku duhet shkojmë është drejt mirës absolute, por që është Zoti. Edhe këto ditë kanë pasur mundësinë që të njihen njëri me tjetrin, të flasin edhe të vendosin piketat e ashme. Sigurisht që kanë krijuar një ide se kush mund të jetë papa i ardhshëm, por si thash përpara, aty pastaj shoshiten edhe ndjesitë e shpirtit dhe të mendjes së secilit prej kardinalëve, sepse e vumre kur pam Kapelën Sistine që aty është ngritur pak nga dyshemeja, por dhënë idenë që të gjithë janë barabartë kur hyhet aty brenda. Edhe gjë secili mund të jetë të cilësh. Janë të gjithë, secili prej tyre mund të zgjidhet, por edhe ata që janë jashtë mund të zgjidhen. Ata kanë drejtën e votës, aktive dhe pasive, por ata që janë jashtë, kardinalët që kanë kaluar moshën 80 vjeç, edhe ata mund të jetë të zgjedhur. Pra edhe mund të zgjidhet edhe një që është përtej konklavës, që është brenda konklavës. Një sekondë, po mund zgjidhet edhe një mbi 80 vjeç? Patjetër. Që nuk është pjesë e konklavës? 133 kanë zë pasiv dhe aktiv, pra çfarë thonë që mund të votojnë, mund të jenë të zgjedhur. Ndërsa kush e ka kaluar moshën 80 vjeç ka vetëm zë pasiv që mund të jetë i zgjedhur, jo nuk mund të votojë. Pyetja që mund të bëj unë si shqiptar, edhe kardinali Ernesti mund të zgjidhet? Patjetër, po, edhe ai është i zgjedhshëm, po. Por ai nuk voton dot, sepse është mbi 80 vjeç, pra mund të kemi edhe një papë shqiptar tjetër. Po, probabiliteti është shumë i vogël për arsye të moshës. Në bazë të rregullave kishtare, edhe kardinali Ernesti mund të zgjidhet papë nëse 133 kardinalet e mendojnë që ai mund të jetë papa. Patjetër. Ka ndodhur? Ka ndodhur tani kjo është një ligj i ri, reformë e re, nuk ka qenë përpara disa viteve. Është bërë me Gjon Paulin II Moskapofsha, pastaj ratifikuar me Benediktin XVI, por para Pali VI ka qenë papa Gjoni 23. Që ju keni marrë vetëm nga Pali VI të këntej. Po, 5 konklavet e fundit. Ai u zgjidh një formë kompromisi, ishte 19 vjetrit. Po. Edhe tha ne do ta zgjedhim këtë sepse është i vjetër dhe nuk do jetoj shumë gjatë. Por edhe pse u zgjodh me këtë pak a shumë me këtë ide, ai ka bërë një nga reformat më të mëdha që kanë ndodhur në 5 shekujt e fundit të kishës. Ka bërë Koncilin e dytë Vatikanit II. Ka Koncilin e Vatikanit II e ka iniciuar ai, pastaj ka përfunduar Pali VI. Ne nuk e dim, prandaj është surprizë, prandaj është Zoti që vepron, sepse aty ku njerëzit mendojnë që duhet vendosin një prit ose një digë, është Zoti pastaj që i hap digët, hap pritat edhe portat, edhe në zemrat e kardinalëve. Edhe në këtë rast tani gjithmonë ka qenë ideja këto ditëve, a do jetë një reformator apo do jetë një konservator. Dom Kreshnik, nuk po i pyes për emër, se do ishte e tepër të pyesë për emër. Si e doni ju të jetë papa i ardhshëm? Personalisht do doja të ishte një që ndjek Krishtin, edhe ndjek zërën e kishës, ndjek Koncilin e Vatikanit II. Edhe deri tani. Po ta kuptuam më thjesht për ata që nuk e çfarë do thotë Vatikani II. Vatikani II ka dhënë një risi të madhe kishës katolike universale, duke e çuar drejt popullit të Zotit, drejt besimeve për bashkëtesë, drejt dialogu ndërfetar, drejt bashkimit të kishës, edhe një vizion i gjithë përfshirës. Ky është Koncili Vatikani II. Edhe një kujdes për të varfrit, për të fundit, sepse Papa Francesku vetë veten s'ka bërë gjë tjetër se ka ndjekur Koncilin e Vatikanit II. Edhe ta shpresojmë që edhe kush do të vi,
po tjetë po ashtu. Unë personalisht do doja një të moderuar mes të dyjave rrymave, liberale e konservatorit, ishte i moderuar, sepse është gjëja me durë, me përshtatshme, rruga e mesme. Do më Krishnik, tashmë, përdushim, përveç Kapela Sistinës, ku mblidhen kardinalët, çfarë ndodh, më trego pak, çfarë ndodh në këto momente, në momentet që ta mbyllen, janë mbyllur, çfarë ndodh me pjesën tjetër të Vatikanit? Kam të lexuar që këto ditë janë bllokuar gjitha valët në Vatikan. Nuk ka valë. Nuk ka valë. Me fjalë kushtohet aty, biles përkundër se në Kapela Sistina është blinduar me masa sigurie që mos ketë asnjë interferencë nga jashtë. Në histori kemi parë që kanë pasur perandorët, njerëzit të pushtetshëm kanë kërkuar të influencojnë. Vetë termi konklava vjen nga mbyllja 1500, 1200, 1300, nuk e di në mes jetë. 1300 kur për 3 vjet nuk u zgjodhi papa. Dhe qytetarët vendosën të mbyllnin në brenda në Viterbo, duke se ka ndodhur. Në Viterbo i hoqën edhe çatin godinës ku ata ishin mbledhur në mënyrë për ishin 19 kardinal. Mos gaboj, ka qenë pak dhe u zgjodh, nuk e mbaj mend emrin e papës, me 6 vota u zgjodh kardinali. Në atë vite nga aty vjen emri konklave, nga latinishtja. Prandaj në Vatikani sigurisht do të ketë një vëmendje në gjithë botës. Gjitha mediat botërore nga gjitha shtetet janë të përqendruar atje, transmetojnë drejt për drejt. Edhe kjo na bën sigurisht na bën krenar, sepse Kisha Katolike ka 1 miliard e 300 milion të pagëzuar. Që të thotë që është një ndërbesim një kaqësisht më të mëdha në botë, dhe prandaj bota është interesuar, por edhe për figurën unitare që ka pasur Papa Francesku. Papa Francesku ka qenë një papë jo vetëm i katolikëve, ka qenë një papë që e janë ndier edhe shumë besimeve të tjera të përfshirë të përfaqësuar prej tij. Edhe Vatikani do jetë sigurisht i blinduar me masa shumë lartë të sigurie, edhe nga shteti i Vatikanit kanë marrë shumë masa. Po klerikët e tjerë që nuk janë pjesë, çfarë bëjnë? Apo thjesht qëndrojnë në pritje gjithkohon në lutje, pritje si funksionon? Gjitha dikasterët vazhdojnë të jetë normale, s'kanë vazhduar këto ditë me punën e tyre. Sigurisht që në këto ditë është edhe ajo dëshira, emocioni, ankthi, dëshira kush do zgjedhet, si do jetë. Pra ka një fermentim emocional atje, që edhe lutje. Kisha është bashkuar në gjithë botën duke lutur, duke sot me meshën që ka për kardinal për të zgjedhjen e papës së ri, ashtu dhe gjitha kisha tjera nëpër botë janë lutur vazhdojnë. Pra çfarë ndodh edhe në kishën ndjes, pse këtë doja të pyesja, çfarë ndodh në këto momente në kishat në Shqipëri? Flas, Kishën Katolike Shqiptare, çfarë ndodh? Arkiepishkopi jonë Monsignor Jan Dodaj ka vendosur që sot të kemi meshën për zgjedhjen e papës në Rom. Pra në orën 18 do kremtojmë gjithë kush ka dëshirë nga preferenci që do vinë për zona, do kremtojmë bashkë me popullin e Zotit për të lutur Zotit që të zgjidhet papa që është në ndikimin e Zotit në shpirtin e shenjtë për të na udhëhequr tani tutje me fjalë deri kur Zoti ta lejoj në rrugën drejt Zotit. A do ketë mesha në çdo orar të votimit apo si është, sepse janë 2 orare votimi, një paradite dhe një në paradite apo vetëm sot? Sot kardinalët kanë bërë në paradite në orën. Jo, flas në Shqipëri. Në Shqipëri është në orën 18 sepse atje është orari i meshës javore, edhe është vendosur si orar, sepse është orari i meshës normal. Por çdo ditë ne do jemi ftuar të lutemi në mëngjes në darkë me mëngjesorën, me mësorën për zgjedhjen e papës të ardhshëm. Po momentin që zgjedhet papa, do të Krishnik, çfarë ndodh? Flas në Tiranë. Unë më them. Më tregoni, jo, si procedohet pra. Unë më them. Do mbien këmbanat apo jo? Po, çfarë ka ndodhur me Papa Franceskun? Po, se kemi më të freskët. Po, kur u zgjedh ai ose Papa Benedikti, gjitha kampanat kanë rënë në shëngëzimit dhe sigurisht ne kemi shkuar, kemi bërë adhurime duke falendëruar Shpirtin e Shenjtë për frymëzimin që kanë bërë kardinalëve. Pra është moment gëzimi, Roma do jetë jashtëzakonisht bukur. Gjithë ne kemi qenë duke parë drejt për drejt zgjedhjen e Papa Franceskut, sepse ndodhi një orar të mbrëmjes, edhe sheshi Shëmpjetrit mbushet plot me besimtarët, me njerëz kurioza, me priftat, motra, studentët që studiojnë atje në Rom. Pra ka një si themi emocion që shprehet edhe me përqafimin që i bëhet papës në atë moment simbolik kur ai do dalin në lozhën e Shëmpjetrit për të bekuar urbi të orbi gjithë botën. Prandaj është moment gëzimit, jashtëzakonisht gëzim. Dom Krishnik, duke pritur padyshim me shumë interes ato çfarë pritet ndodh në Vatikan me largimin nga kjo botë të Papa Francesku, çfarë i mungon ose çfarë do i mungoj Kishës Katolike? Tani është herë për të thënë se çfarë mungoj, sepse ndoshta mund të vinë një pasardhës si ti që mund të jetë po aq karizmatike, po aq i mirë sa Papa Francesku dhe nuk do ndjejmë ndoshta shumë mungesën e Franceskut, por gjithë papët kanë lënë një trashëgimi të jashtëzakonshme. Papa Gjon Pali II, që ne kemi pasur fatin ta shohim në 93 në Shqipëri, la një pasuri për lirinë, për paqen nëpër botë, vizita të shumta që bëri në vende të ndryshme. Papa Benedikti na riktheu një herë bukurinë e liturgjisë, bukurinë e teologjisë, bukurinë e shprehurit, sepse diskutimet e Papa Benediktit janë të mbushura me shumë teologji,
dhe me shumë shprehi teologjike dhe kishtare, dogmatike e ungjillore. Tërsa Papa Francesku në la trashëgimi një rikthim në kujdesin për më të varfrit, ka qenë quajtur Papa i të varfërve. Është quajtur kështu dhe kjo do thotë që trashëgimia e tij është pasuri, por që këta papë kanë marrur nga shembulli i Krishtit, edhe aty është fokusimi i gjithë atyre. E prandaj humbja një pape, ardhe papës tjetër, nuk bën gjë tjetër vetëm se na tregon atë çfarë Krishti ka bërë, se kisha nuk është e Papa Francesku ta Papa Benedikti, kisha është e Krishtit. Edhe të gjithë janë pasardhësi shtatë dhe jo përpara pasardhësit e Pietrit. Do jetë pasardhësi më njëherë i Franceskut, por është pasardhësi i Pietrit të apostullit. Ajo ndoshta për ne shqiptarët, Papa Francesku ishte një papë ndryshe, sepse ishte më korrigjone ndoshta nga papët që bëri më shumë për Shqipërinë. Vizitën e parë e bëri në Shqipëri. Krijoi kardinalin shqiptar Ernest Simonin. Shëntëroi Nën Terezën, lumnoi martirët. Pra domethënë ka bërë, nuk besoj ka pasur një papë tjetër në historinë ka bërë kaq shumë në kaq pak kohë për Shqipërinë. Kemi pasur elementin e 11 me origjinë nga Gorbini. Që ishte shqiptar, okej. Nga Kovia dhe unë. Mirë, ai ishte shqiptar dhe patyshim po mos bënda ai për Shqipërinë. Ai ka bërë jashtëzakonisht shumë. Mirë, ai ishte shqiptar, por gati një papë që vinte duke vuazuar fjalët e tij nga fundi i botës. Dhe të kishen kaq shumë në mendje Shqipërinë. Po dhe Papa Gjon Pali II ka bërë jashtëzakonisht shumë. Papa Pali VI ka përshëndetur disa herë në kohën e komunizmit, na ka përshëndetur nga përtej detit, duke thënë përshëndes popullin që është përtej detit. Se s'mund të shprehet më shumë, për mos na shkaktuar më shumë vujtje neve. Ndërsa Papa Gjon Pali II i dha kishës hierarkinë e parë pas komunizmit. Ne kishim dalë pa i përshvinë, ai themeloi hierarkinë, ndau provincat krishtare dhe njëherë njofti provincat krishtare të ndara, edhe rithemeloi me themeni far aspektit hierarkinë krishtare. Edhe ai bërë një kardinal, Michael Kolichin, po. Edhe tani kemi, sigurisht Papa Francesku, bukurinë që ka marrë Papa Francesku që na ka dhënë, por dhe ka marrë, ka qenë idenë që jemi vëllezër gjithë. Edhe dokumentet që ka firmosur në Abu Dhabi me imamin e madh të Kairos Moskopofsha, edhe ai ka shprehur një vend që unë u nxita nga Shqipëria, nga vizita e parë në Shqipëri, sepse ata e jetonin vërtet si vëllezër bashkimin, unitetin, në fjalë bashkëtesën. Pra e mori ai më shumë nga se sa na dha shumë, po mori më shumë sepse ato çfarë mori ja dha botës. Atë që na i morë më kemi vetëm për veten, po ai dha botës. Shpresojmë shumë që Papa i ri të ketë kaq shumë vëmendje ndaj Shqipërisë. Kjo është ajo çfarë mund urojmë. Po, shpresoj. Për si shqiptar, patyshim. Patjetër. Don Krishtik, shumë faleminderit. Është shumë kënaqësi të kisha në studio, të uroj punë të mbar në emisionin tënd, sepse e di që ti ke një mision goxha të vështirë brenda dioqezës, arkidioqezës Tiranë-Durrës, me burgje, kështu që shkondet burgosurit, ke një goxha detyrë delikate, kështu që uroj shumë suksese në detyrën tënde. Faleminderit. Dhe bekime. Faleminderit shumë. Faleminderit juve dhe televizorit tuaj që keni dhënë kaq vëmendje këtyre ditëve edhe keni transmetuar, keni informuar besimtarët tanë jo vetëm. Ky është minimumi që mund të bëjmë. Shumë faleminderit, Don Krishtik. Okej, dashur miq, këto ishin zhvillimet që kishim zgjedhur për sot, për lajmet më të fundit nga vendi, rajonet dhe bota. Shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Mos u largoni, pas pak vjen kolegu Ilir Gazaferi me zhvillime shumë interesante. Bashkë do shihemi sërish nesër në 11:30. Deri atëherë, kalofshi bukur.